Zyrtarët policorë nga qendra rajonale për punë kufitare në vend kalimin jugor kanë arrestuar një 43 vjeçar me iniciale ID nga Gjevgjelia në ndyshimin se ka kryer veprën penale kontrabandimi migrantëve. Siç informoi Ministria e Brendshme, drejtuesi i automjetit me targa të huaja që po kontrabandonte migrantët është përfshirë në një aksident rrugor si pasojë të cilit një nga udhëtarët është lënduar rënd. Më 11 prill 2026 rreth orës 21:20 në rrugën rajonale Bogdanc-Gjevgjeli në lokalitetin Ura e Larme, një automjet pasagjerësh Volkswagen me targa bullgare i drejtuar nga ID ka dalur jashtë rrugës. Pas aksidentit, shoferi është larguar nga vendi i ngjarjes, por pas masave të ndërmarra nga policia është gjetur dhe arrestuar. Nga MPB më tej kanë shtuar se në vendin e aksidentit janë gjetur 6 migrantë të lënduar nga Egjipti. Një person ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe është dërguar në kompleksin e klinikave Nën Tereza në Shkup, ndërsa 5 personat e tjerë, si dhe shoferi, kanë pësuar lëndime më të lehta. Për ngjarjen është njoftuar prokurori publik nga Prokuroria e Gjevgjelisë, ndërsa hetim në vendin e ngjarjes ka kryer ekipi i Departamentit për Punë të Brendshme Gjevgjeli.